Përshëndetje të gjithëve, sot do të përgatisim një trileqe, e cila është në përgatitje shumë shpejt, për 30 minuta do të jetë e gatshme. Përbërësit që na nevojiten për përgatitjen e trileqes janë 5 vezë komplet, 9 lugë gjellës sheqer, të cilat i përzijem me mikser për 5 minuta ose 7 minuta pa u ndalë hiç derisa të bëhet masa kështu siç më është bërë në video. Pastaj shtojmë 9 lugë gjellës miell aty tek vezët ku i kemi përzi, e përzijem prap dhe po ashtu një lugë gjellës me fryrës ose peciv siç e njohim neve, i përzijem mirë dhe masën e fituar e vendosim në tepsi, të cilën e kemi lyer me boter ose me vaj, e pjekim në temperaturë 220 gradë në 30 minuta, 35 minuta varësisht nga fura. Dhe pasi që të piqet, gjatë pjekjes nuk e hapim derën e furrës asnjëherë në mënyrë që të mos na prishet pita. Pasi të pjeket, e rrotullojmë kështu siç ka bërë në video, e lejmë të pushoj 5 minuta. Mandej e shpojmë pitën me piru, i bëjmë pra disa vrima dhe po ashtu na nevojitet 1 litër qumsht, 600 ml halta e ëmbël, hoplla, dhe i vendosim aty tek peta e trileqes apo pandispanja. Pasi të vendosim qumshtin, e lem të pushoj 2-3 minuta, mandej shtojmë krem karamelin, e bëjmë për hapjen e karamelit me lugë, siç kam bërë në kështu në video, apo me çfarë të keni ju, me letë, dhe kaq rezultati. E lem në frigorifer për 3-4 orë që të ftohet dhe ka një shije shumë të mirë, është shumë e lehtë në përgatitje, është shumë e shpejtë dhe me shumë shije. Ju faleminderit shumë, për më shumë video, ju lutem me bëni subscribe në kanalin tim YouTube Astoria Albanian Food. Faleminderit shumë.